Drejt për së drejti në Bruksel nis konferenca ndërqeveritare e 9 midis shtetet, midis përfaqësuesit para të Irlandës, gjithashtu më pas edhe të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama dhe komisioneres për zgjerimin Marta Kos. Since 2002, and it was a real pleasure to chair the 9th accession conference with Albania, together with Marta and Prime Minister Edi Rama. Today, Albania Marta Kos dhe kryeministrin dhe gjithashtu edhe komisioneren për zgjerimin Marta Kos dhe kryeministrin Edi Rama, ndërsa është duke deklaruar se Shqipëria gjatë ditës së sotme ka mbyllur 3 kapitull të rëndësishëm, të cilët kanë të bëjnë pikërisht me artin, me arsimin dhe kulturën, kërkimin shkencor dhe gjithashtu edhe marrëdhëniet me jashtë. We see Albania Çelur 6 grupkapitujt brenda një vitin dhe ka përmbushur piketat e ndërmjetme gjatë presidencës së Kipros në maj. Pra, ne vlerësojmë konsistencën dhe angazhimin e zotit kryeministër, jo vetëm në zbatimin e reformave, sidomos në sundimin e ligjit absolutisht thelbësor të gjyqësori, antikorrupsionit që mbeten fakt thelbi i procesit zgjerimit të Bashkimit Evropian. Si presidencë irlandeze do të mbështesim Shqipërinë që të vazhdoj të harmonizoj legjislacionin e vet me akitë evropiane dhe të ecë përpara në procesin e anëtarësimit. Procesi i zgjerimit është një rrugtim transformues. Irlanda e di më mirë se gjithë, do thoja, ka dobi për institucionet, për shoqërinë, për ekonominë, jo vetëm të vendeve kandidate, por edhe të gjithë Bashkimit Evropian. Presim me padurim në Këshill që të vazhdojmë të çojmë përpara kandidaturën e Shqipërisë në muajt që vijnë. Faleminderit ministër, më pas fjalën e ka kryeministri Rama. Faleminderit shumë. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e anëtarësimit. Sotmja është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epokë e re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E nuk mundem përveç se të falenderoj, Thomas. Ishte jashtëzakonshme, shumë irlandeze, super e martë dhe ashtu siç thash edhe më përpara, uroj që ju ta ruani këtë ambicie dhe të keni vetëm super gjatë gjithë pjesës mbetur presidencës suaj. Dhe faleminderit Marta që ke qenë kokëfortësisht e durueshme dhe që na ke mbajtur gjithmonë në drejtim pavarësisht pengesave dhe ne po i sjellim standardet evropiane më pranë qytetarëve tanë, po forcojmë institucionet tona, po krijojmë më shumë mundësi dhe po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si anëtare me drejtat plota e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e mirë e kësaj është që njerëzit duan më shumë, e njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë dhe nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe
forcimin e institucioneve në vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryeministër, komisionere, ju lutem. I dashur kryeministër Edi Rama, i dashur ministër, i dashur Thomas, sot mbyllëm, siç dëgjuam, 3 kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. 3 përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. Këto janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane praktikisht. Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Të universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, që shprej se programi nisi në 2014. Përgëzime të gjithë miqve tanë shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Kjo u bë e mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyll kapitujt e negociatave, por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në antarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar e këmbgulur për reforma thelbësore dhe të marrë këto vendime në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse, dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Dhe duke folur për publikun e përgjithshëm, kemi rezultatet e reja të sondazhit ton të perceptimit. Në Shqipëri 92% të qytetarëve janë në favor të antarësimit të Shqipërisë në BE. 94% e qytetarëve mendojnë se antarësimi do të sjellë më shumë avantazhe e dizavantazhe dhe 93% i besojnë Bashkimit Evropian, rezultati më i mirë nga gjitha vendet kandidate. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të kenë sukses vetëm nëse të gjitha ata që janë të prekur kanë shansin të dëgjohen dhe të përfshihen. Dhe kështu antarësimi në BE shndrohet në proces transformues për kandidatët. Udhëheqja politike dhe mbështetja publike në favor të antarësimit në BE janë përtej dyshimit një recetë shumë e fortë për sukses. Është në duart tuaja që të jepin rezultate për pritshmëritë e qytetarëve shqiptar, duke intensifikuar harmonizimin me rregullat e BE-s dhe duke dhënë rezultate në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krahjues deri në fund të mandatit tim dhe Tomasi do të jetë krahjues deri në fund të këtij viti. Faleminderit komisionere. Tashmë do të lë radhën për pak pyetje, thoni emrin dhe organizatën nga vini. Federico Baccini, kryeministër Rama. 3 kapituj janë mbyllur provizorisht, cila është situata me 30 kapitujt e mbetur. Pra, gjendja ku jemi në gjendjen e progresit për komisioneren Kos dhe ministrin. Në një prej konferencave të mëparshme, ndjes nuk më kujtohet se cila specifikisht, ju thatë se nuk do të keni preje javët që vinë, sepse do të keni konferenca tjera për antarësim. Pra duat pyes çfarë mund të presim javët e muajt që vinë. A do të presim konferenca antarësimi deri ose përpara mbledhjes së Këshillit, mendoj në 22 shtator. Ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani jemi në drejtimin e duhur, me kalendarin tejet ambicioz që është diskutuar e për të cilin është rënë dakord në ndërveprimin ton të ndërsjell me komisionin. Dhe fal detyrave të pareshtura të shtëpisë që kemi bërë deri më tani.
Thënë kjo, kalendari bëhet gjithmonë më shumë ambicios dhe ne duhet të punojmë gjithmonë e më tepër pareshtur. Në qoftë se atmosfera do të vazhdoj të jetë ajo çfarë kemi përjetuar gjatë kësaj periudhe të fundit, çdo gjë do të jetë aty ku duhet dhe çdo detyrë shtëpie do të bëhet si duhet. Në qoftë se atmosfera do të ndryshojë, atëherë do të shohim, por deri më tani nuk kemi arsye të besojmë se do të ketë një ndryshim atmosfere. Dje, në takimin e koalicionit të vullnetshmëve, pati edhe një qasje, një këndvështrim për këtë proces për vendet që janë në negociata aktive dhe mund të ndjeje lehtësisht se të gjithë janë të prirur që të shtyjnë përpara dhe të gjithë janë të prirur të gjejnë mënyra edhe më të shpejta për ta mundësuar këtë, kështu që jam shumë optimist në mënyrën shqiptare, që do të thotë tragjikisht optimist. Kështu që gati për të ecur përpara dhe për tu përballur edhe me sfidat në qoftë se shfaqen. Por, siç e thash në fjalën hyrëse, presidenca irlandeze na jep komfort sepse Irlanda është një vend që ka dëshmuar përmes shembullit se progresi eksponencial është i mundshëm dhe se irlandezët nuk pranojnë asgjë përveç ekselencës si objektiv. Pra, të jesh i shkëlqyer në objektivin e presidencës do të thotë të mund të mbyllësh më shumë kapituj me ne dhe me të tjerët deri në fund të vitit. Dhe ne ju besojmë irlandez punës që po bëjmë me komisionin dhe kemi besim të partnerët, kështu që deri tani gjithçka mirë. Ajo çfarë mund të them është që ne do të vazhdojmë ta ndjekim këtë agjendë, kemi bërë zgjerimin një prej përparësive kyçe të presidencës irlandeze. Shohim një pikë kulmore shumë të rëndësishme në proces, jo vetëm në Bashkimin Evropian, por edhe në vendet kandidate për reformat që po kryejnë. Dhe aty ku shohim që piketat janë përmbushur e standardet janë vendosur, ne do të jemi atëherë në pozitën për të patur konferenca të tjera antarësimit dhe është ambicia jonë për ta bërë këtë gjë. Pra, e dinim që do vinte, por donim të siguroheshim që gjithçka të ishte në vendin e duhur. Ne do ta vazhdojmë këtë punë deri në pushimin e verës dhe pastaj përtej. Në fakt 2 javë më parë nuk e dinim që do të ndodhte kjo gjë, të parashikohesh do ndodhte në këtë super të martën dhe natyrisht nuk mund parashikohet. Di vetëm të them që presidenca, ekipi, ministria e punëve të jashtme dhe stafi në Këshill do të vazhdojnë ta ndjekin procesin e zgjerimit me shumë energji dhe do të reagojmë për ndaj asaj që Shqipëria dhe vendet kandidate do të bëjmë. Jemi teje të hapur dhe entuziast për perspektivën e konferencave të tjera të zgjerimit që do të vinë. Po, këtu, përpara. Faleminderit. Unë jam nga gazeta daneze. Kryeministër thatë që nuk ka alternativë për kundrejt antarësimit në BE për Shqipërinë. Por qeveria juaj ka mbështetur rezortin luksoz, mbështetur nga Jared Kushner që ka sjellë shqetësime edhe në Bruksel për standardet mjedisore dhe për procesin antarësimit të Shqipërisë. Si justifikoni mbështetjen e një projekti që komisioni publikisht, për cilin komisioni ka ngritur publikisht shqetësime sa i takon procesit të antarësimit. Komisionere, nga pikpamja juaj, protestat aktuale në Shqipëri, a mund të ngrënë probleme që do të ndikojnë aftësinë e Shqipërisë për të përmbushur kriteret e antarësimit në BE?
Nga vitet e gjata në detyrë kam mësuar që kur thua Bruxelles është një fjalë shumë komplekse, ka shumë organisma dhe ka shumë zëra në Bruxelles. Për ne, të gjitha zërat në Bruxelles janë mjaft të respektueshëm, por ka një fjalë që e marrim shumë seriozisht që është zëri i Komisionit. Deri më tani më duhet t'ju them se Komisioni është në krye të gjithçkaje, duke qenë shumë i mirë informuar, bazuar në fakte. Dhe arsyeja pse them gjithmonë, gjys për një kohë të gjatë, që në këtë botë informacioni apo sistemeve shumë kaotike informacioni dhe pikpamjeve mjaft të debatueshme ku e vërteta gjen gjithmonë më pak hapësirë, e gënjeshtra dhe gjysmë të vërtetat, e vërtetat e rreme gjen gjithmonë më tepër hapësirë, Komisioni mbetet në fakt ai që mban fort objektivitetin, sepse Komisioni punon bazuar në fakte, punon bazuar në të dhëna, punon bazuar në burime të verifikuara. Ndaj jam i sigurt që edhe ju në qoftë se do të kishit interes për faktet, për të dhënat, për burimet e verifikuara, do të kuptonit se nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Projekti është ende punë në vazhdim. Projekti nuk është askund, nuk mund të jetë askund dërimtar sepse nuk është finalizuar. Dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis është në proces e sipër. Gjithçka po bëhet sipas rregullave qysh prej ditës së parë, pavarësisht emrave. Përmendja e emrave nuk është diçka që na ndihmon për të shkuar tek e vërteta. Dhe kur them sipas rregullave, ka vetëm një libër rregullash që vlen për ne, që është libri i rregullave të standardeve të antarësimit dhe libri i rregullave të Komisionit të Bashkimit Evropian. Pra, ideja që Shqipëria do të vazhdonte përpara me diçka që nuk do të ishte në përputhje të plot me librin e shenjtë të besimtar dhe ateiste në Shqipëri, që janë standardet e parimet e Bashkimit Evropian, është pretendim pa bazë. Pra nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Zero. Ne do të bëjmë një projekt që do të jetë krenari për Shqipërinë e për Europën. Kjo është ambicia ime. Shqipëria duhet ta bëjë realitet për veten dhe për Europën. Dhe sigurisht në proces do të jemi, siç kemi qenë deri tani, shumë rigoroz për të kërkuar asgjë përpos standardeve më të larta. Do të kërkojmë vetëm diçka që do t'i bëj të gjithë krenar që e kanë këtë gjë në mes të Evropës. Në të kundërt nuk do të ndodhë. And indeed, it won't happen. So we don't see European part of Albania endangered. Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të provash e sotme që kemi mbyllur 3 kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter, po edhe për
përpara se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu do shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës. Do të inkurajoja autoritetet, siç dëgjuam që do ta bëjnë këtë gjë sa më shpejt të jetë e mundur. E dim që kjo është një çështje shumë e rëndësishme në debatin publik shqiptar. Protestat janë pjesë e proceseve më të gjera demokratike dhe mënyra se si vendet i trajtojnë këto protesta janë pjesë thelbësore e proceseve pluraliste demokratike. Kështu që inkurajoj që qeveria shqiptare të marrë hapa përpara trajtojë shqetësimet e qytetarëve, por është ajo çfarë thash që procesi i antarësimit është një proces në vazhdimsi. Kapitulli 27 është një prej kapitujve më kërkues, kështu që sigurisht jo vetëm për shkak të kësaj proteste, por më së shumti sepse Shqipëria duhet harmonizojë legjislacionin për të cilin kemi rënë dakord kur çelëm grup kapitujt. Jemi të sigurt që asgjë nuk do të ndodhë në këtë fushë që nuk do të jetë harmonizuar me legjislacionin evropian. Edhe diçka tjetër, sepse dua të sigurohem që nuk ka një tjetër keq interpretim të formulimit. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane, sepse shfuqizimi nënkupton anulim dhe ligji për investimet strategjike do të shfuqizohet, do të anulohet, ndërkohë që ligji për zonat e mbrojtura është një nga ligjet më të mira që kemi. Është një ligj për të cilin kemi punuar shumë fort për ta hartuar. Ligji i parë në vend për zonat e mbrojtura, sepse nuk kishim një të tillë më parë, ashtu siç nuk kishim shumë gjëra të tjera më parë. Dhe na duhet të trajtojmë pjesë specifike të cilat duhet të jenë në pajtim të plot me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe edhe për këtë, ndërkohë që flasim, po punojmë me komisionin. Por shfuqizim nuk është një fjalë që e marrim si fjalë për të qenë në përputhje. Nuk është shfuqizim, është miratim 100% në përputhje me standardet evropiane. Shfuqizimi është për ligjin për investime strategjike, janë dy gjëra të ndryshme. Thjesht sa për të mos humbur në përkthim siç ndodh. Kemi kohë edhe për një pyetje tjetër, shoh Chrisin këtu në rreshtin e parë. Faleminderit Chris Powers. Kam një pyetje për ministrin Bën dhe për komisioneren Kos. Nga të 4 vendet e super të martës sot, të gjithë kanë data ambicioze në mendje për përfundimin e procesit dhe për kohën kur do të antarësohen. Nuk po ju pyes se çfarë mendoni për këto data, se besoj e di tashmë, por çfarë planifikoni të bëni që këto data të fusni në mendjen e antarëve aktual të Bashkimit Evropian, e ndoshta për të punuar që këto vende të bien dakord për këto data në vjeç kur të flasin për zgjerimin. Pra ideja është që për të rënë dakord për këto data objektiv në mënyrë që të shërbejnë dhe si motivim që vendet kandidatet do të futen sa më shpejt jetë e mundur. Në fakt kemi një proces që po ecën me ritme dhe do ta vazhdojmë këtë proces dhe ne reagojmë në momentin që vendet kandidate kanë përfunduar punën që duhet përfundojnë. Dhe në këtë bazë
pas do të vazhdojmë të ndjekim procesin. Shohim për shembull që Mali i Zi ka ngritur grupin për hartimin e traktatit të antarësimit. Dhe është hapi rënd, pra duhet të ndodh puna dhe pastaj ambicia jon për të ecur përpara. Pra të kemi një situatë kur puna teknike është bërë dhe kjo është shumë rëndësishme, por dhe kjo krijon momentumin e vet politik. Dhe në fakt ideja edhe e kësaj konference sot është që ka krijuar një tjetër pikë kulmore politike, që zgjerimi po ceke gjithmonë më tepër se realitet, që në fakt është. Pra na duhet që të vazhdojmë të mbajmë ritmin në këtë proces. Ne shpresojmë që do të jetë rasti që Mali i Zi të përfundojë këtë vit dhe ndërkohë të hartojë traktatin e antarësimit, dhe është e rëndësishme që në fundi shtetet anëtare të ratifikojnë këtë antarësim, dhe e di që Shqipëria dhe vendet e tjera kandidate për antarësim po angazhohen mbi baza dy palëshe në mbar Bashkimin Evropian, kryeministri Rama që pjesë e samitit koalicionit vullnetshëm, pranë në formate shumë të ndryshme, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nga pikpamja e presidencës irlandeze, ne e dim që ka shumë punë për të bërë, shpresojmë që do të ketë shumë punë për të bërë, dhe jemi absolutisht ambicioz të punojmë me Komisionin, sepse në momentin që ju tregon njerëzve që ajo që po bëjnë ka vlerë, mendoj që ajo duhet që ky proces të ecë me ritëm. Ne do të kemi një diskutim të udhëheqësve në Këshillin Evropian në tetor, dhe ky mund të jetë një moment tjetër shumë domethënës, sepse duaj që kryeministri dhe presidenti Costa t'ju thonë udhëheqësve, ja ku e kemi bërë këtë përparim. Atëherë let ecim përpara me shpejtësi dhe ta bëjmë realitet këtë gjë. Siç e dini Kris, zgjerimi nuk funksionon me data, por sa më shumë vendi i afrohet fundit të pjesës teknike të negociatave për antarësim, më shumë mund të themi, apo më shumë mund të përdorim vite. Po mbështesim Malin e Zi për përmbylljen e negociatave deri në fund të 2026. Është një vizion që e kanë vendosur ata për veten e tyre, dhe ashtu si tha Thomas më vonë, do të shohim se sa shpejt do të ecë procesi i ratifikimit. Dhe më pas ne mbështesim vizionin e qeverisë shqiptare për të mbyllur kapitujt deri në fund të 2027, dhe po mbështetim vizionin e qeverisë së Moldavisë për të mbyllur të gjithë kapitujt deri në fund të 2028-s. Na duhet që të gjithë të jenë në të njëjtën bark, na duhet që spari kandidatët japin rezultate, dhe nuk është e lehtë, po flas edhe për përvojën time, kur Slovenia ka qenë vend kandidat, dhe me gjas akit sot janë 3 herë më shumë se sa në vitet kur ne kemi negociuar, kështu që kandidatët sigurisht duhet japin rezultate. Pastaj duhet që dhe Komisioni Evropian të nxitë ekipin gjatë tërë kohës, dhe shumë prej tyre janë me mua sot këtu, me të gjithë bashkëpunëtorët, me të njëjtin numër bashkëpunëtorësh duhet të japim më shumë rezultate, kështu që dikush mund të thotë që ne po nxisim përpara procesin e antarësimit, dhe nëse e thonë që po e bëjmë këtë nëpërmjet dhënies privilegjeve ndër kandidatë, kjo nuk është e vërtetë, po e bëjmë këtë përmes mënyrave më të shpejta e më efektive. Për shembull, kemi pasur një proces shumë të shpejtë analizës së legislacionit për Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht na duhen shtetet anëtare, dhe sigurisht na duhet një presidencë e mirë, që është në fakt drejtuese e procesit, dhe jam shumë e kënaqur që në 4 presidencat e fundit kemi qenë me fat që secila prej tyre e ka pasur zgjerimin si përparësi kyçe, dhe për mua, nëse mund ta them, kjo është një recetë shumë e mirë, por është vërtet punë e jashtëzakonshme, mblini t'ja u them. Ekipi im apo ekipet e mia që po punojnë me vendet kandidate, kontrollojnë legjislacionin, dhe kur them ekipi im, nuk e kam fjalën vetëm për DG-nes, janë të gjitha drejtoritë e përgjithshme të komisionit, të gjithë drejtorët e përgjithshëm, të gjithë komisionerët duhet punojnë për këtë gjë.
vetëm bazuar në këtë mund të themi që për shembull jam pozitive për vizionin 2028-s, në 2028-ën për malin e zi. Megjithatë Thomas that një gjë shumë të rëndësishme, ajo çfarë ndodh sot dhe po theksojmë këtë super të martë, por po theksojmë edhe që është një vend, një ditë e veçantë, sepse na motivon të gjithë dhe shoh energjinë e veçantë që po shpaloset edhe në vendet e tjera kur Shqipëria për shembull evoluon, ecën përpara dhe kandidatët e tjera janë të motivuara. Mali i zi, që ka një paket financiare që e din sa do të kushtojë apo sa do të kontribuojnë, inkurajojnë dhe të tjerët. Kështu që pres që kjo energji pozitive të na jap edhe më tepër energji për konferencat e tjera ndërqeveritare që do të vinë, do të ketë shumë Thomas gjatë presidencës. Dua të falenderoj Marta, ekipin tuaj, ekipin shqiptar, ekipin tim që është ulur aty, të shumë njerëz kanë punuar për këtë gjë. Duam t'ju falenderojmë të gjithëve për punën që keni bërë dhe për punën që do të vazhdoni të bëni. Me këtë do ta mbyllim këtu. Faleminderit shumë të gjithëve. Ka përfunduar në këtë mënyrë drejt për së drejti në Bruksel konferenca ndërqeveritare midis komisioneres për zgjerimin Marta Kos, ministrit të shtetit të Irlandës, vend që mban edhe presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian brojnë dhe gjithashtu edhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, nga ku është folur për mbylljen e 3 kapitujve saktësisht kërkimi shkencor, kapitulli 25, kapitulli 26 arsimi dhe kultura dhe gjithashtu kapitulli 30 për marrëdhëniet me jashtë. Palët kanë vlerësuar progresin që ka bërë Shqipëria deri në këtë moment, teksa kryeministri Edi Rama është ndalur edhe tek zhvillimet që kanë të bëjnë në Shqipëri me protestat për Zvërnecin, duke thënë se është dhënë në dieni Komisioni Evropian dhe se çdo lloj investime që do të bëhet aty do të jetë në përputhje me standardet që ka përcaktuar Unioni, teksa nga ana tjetër tha se ende nuk ka një projekt. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të shfuqizohet edhe ligji për investimet strategjike, duke deklaruar se ka krijuar misionin e tij, ndërsa në të përgjithshmen tha se Shqipëria mbetet shumë entuziaste për mbylljen e kapitujve deri në fund të vitit 2027 apo për integrimin politik të vendit deri në vitin 2030, ndërsa për gëzime për ecurinë e Shqipërisë patën komisionerja për zgjerimin Marta Kos, e cila deklaroi se do të këmbgul që ky zgjerim të vazhdojë dhe të ecë në këto ujëra, ndërsa nga ana tjetër edhe ministri dhe përfaqësuesi i Irlandës ka falendëruar të gjithë punën që është bërë, pra edhe nga komisionerja për zgjerimin, por gjithashtu edhe nga ekipi negociator shqiptar. Ne në vazhdim do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejta nga Brukseli për të kuptuar se çfarë ka ndodhur pas dyerve të mbyllura për te asaj që deklaruan në konferencë kryeministri, komisionerja për zgjerimin dhe gjithashtu përfaqësuesi i Irlandës, por